Mirë, para se me siguri interesi është për votimin nga jashtë, shumë shkurt disa informacione që lidhen me votimin brenda vendit. Më së pari ai që ka të bëjë me votimin elektronik në Vorë dhe në njësinë numër 10. Ne prej ditës së sotme në 4 pika të njësisë numër 10 në Tiranë dhe në 2 pika të bashkisë Vorë kemi ngritur qendra të informimit të votuesve, në të cilat votuesit, po dhe përfaqësues partive politike dhe kushdo tjetër i interesuar, po kryesisht votues të këtyre dy njësive, mund të shkojnë dhe mund të provojnë pajisjet elektronike të votimit që do të përdoren në ditën e zgjedhjeve. Do ta bëjmë këtë deri në datën 11 maj, edhe në datën 11 maj. Janë 4 qendra, të cilat janë të lëvizshme në fakt, për njësinë 10 dhe 2, po të lëvizshme për Bashkinë e Vorës, në të cilat do të prezantohen pajisjet e votimit elektronik dhe secili prej votuesve të këtyre dy njësive mundet të testojë veten në përdorimin e këtyre pajisjeve. Jemi në procesin e finalizimit të rekrutimit të operatorëve që do të, nga pikpamja teknike, do të asistojnë këtë proces. Jemi duke punuar ngushtësisht me përfaqësues partive politike në procesin e rekrutimit të këtyre operatorëve, me qëllim që të mos kemi problemet që u konstatuan në zgjedhjet e vitit 2023. Ndërkohë, prej ditës së djeshme ka filluar procesi i trajnimit të operatorëve të përdorimit të PEI-t, janë shpërndar materialet për këtë qëllim trajnerëve dhe është një proces që do të vazhdojë për disa ditësh me radhë deri në datën 4-5 maj. Gati ka përfunduar procesi i rekrutimit të operatorëve të përdorimit të pajisjeve PEI, janë akoma pa mbuluar rreth 150 qendra votimi, akoma pa operator. Kemi numër kandidaturash edhe për këto qendra votimi, jemi në pritje të shqyrtimit, po shqyrtojmë këto kandidatura dhe besoj për punë ditësh, 2-3 ose deri në fund të kësaj jave, do të kemi informacion më të plot në lidhje dhe me këto qendra votimi. Po ajo çfarë është e rëndësishme të theksojmë është pikërisht procesi i trajnimit të operatorëve të pajisjeve të identifikimit elektronike të identifikimit. Sikurse mund të jeni njoftuar, ka mbritur fletët e votimit nga jashtë tashmë prej disa ditësh, janë duke u përgatitur së bashku me fletët e votimit dhe materialet e tjera zgjedhore për votimin brenda vendit në magazinat që kemi në Lundër. Mund të thuhet që përgjithsisht procesi i përgatitjes logjistike është duke shkuar sipas parashikimeve tona. Për sa i përket votimit nga jashtë, kemi përfunduar dorëzimin e zarfave për 100% të votuesve, të cilët janë regjistruar, pra për 225.935 zgjedhës. Jemi në procesin e shpërndarjes dhe dorëzimit të këtyre zarfeve tek votuesit. Deri tani janë shpërndar, pra zgjedhës të cilët e kanë marrë në dorë zarfin janë 154.770, pra 62% e zgjedhësve të regjistruar e kanë marrë dokumentacionin zgjedhor, e kanë marrë fletën me votimit. Kanë mbritur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri tani dhe janë përpunuar 19.025, po ky numër deri në fund të ditës 19.025 deri në momentin që ne flasim. Po deri në fund të ditës, sepse ne dimë se sa zarfa ka dorëzuar shërbimi DL-s, do të jenë rreth 22.000. Pra janë rreth 22.000 fletë votimit të cilat janë kthyer mbrapsht, që përbëjnë 12.5% të fletëve të votimit të cilat janë dorëzuar deri tani.
Pra nga 154.770 që janë dorëzuar deri tani, 12.5% e këtij numri, fletësh votimi, kanë britur tashmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe sikurse juve keni parë, vazhdon procesi i administrimit të këtyre fletëve të votimit. Me kaq po e mbyll për t'ju lënë kohë për pyetjet. Komisionin përsa i përket shpërndarjes fletëve të votimit të saktave për shqiptarët e diasporës, kemi pasur pretendime nga përfaqësuesë së majorancës dhe opozitës përsa i përket sipas tyre mos respektimit të procedurës të protokollit të dorëzimit të saktave tek shqiptarët në diasporë. Nuk janë ka pasur raste që nuk janë shpërndar zakët personalisht tek shqiptarët e diasporës, tek ata që janë regjistruar. Pra e them përsëris nga të dy palët. Ndërkohë që ditën e djeshme në zgjedhjen tonë Komisioni i Partisë Demokratike ka komunikuar me informacion përse përket vetëm 139 shqiptarë të cilët janë regjistruar dy janë në diasporë. Si keni pasur kontakte me operatorin postar, çfarë po ndodh? Si mund të zgjidhet kjo situatë? Nëse mund të ndikojë në proces. Është me rëndësi të thuhet që ky numër është shumë i limituar i problematikave. Pra nga 157.000 votues, diçka më shumë të cilët e kanë marrë fletën e votimit, dhe është një numër që në raportet e me kohën është një numër shumë i madh. Do të thotë që sistemi është duke funksionuar relativisht shumë mirë. Ka problematike, janë bërë me dije këto problematika Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por sikur se thash, numri është i limituar. I kemi adresuar këto shqetësime me përfaqësues të kompanisë, edhe në mënyrë zyrtare për shtetet ku janë paraqitur këto pretendime, kryesisht në Greqi. Po diku edhe në Itali, diku edhe në një shtet tjetër, po në këtë numër të limituar problematikash, në mënyrë masive këto problematika janë në Greqi. Vetëm pak më përpara patëm edhe një komunikim drejt për drejti ne si Komision Qendror i Zgjedhjeve me përfaqësuesit dhe me drejtuesit e kompanisë në Greqi, dhe kemi marrë prej tyre premtimin, të themi, e kanë kontraktuar, por te kësaj që do të kemë fokus të shtuar tek ky proces, që në fundit është çështje njerëzish që ata kanë të punësuar, kush e kryen këtë shërbimin, por ju kemi kërkuar që të kenë gjithë vëmendjen e dur, edhe pse në një lloj mënyre për këta është punë si gjithë punët e tjera, në një lloj mënyre sigurisht se shpërndajnë edhe dokumentacion tjetër apo dërgesa të tjera postare. Po ju kemi kërkuar që brenda atyre parashikimeve kontraktore të përgjigjen atyre angazhime me qëllim që ky proces të marrë atë vëmendje që duhet të marrë. Për ne është parësor, shumë i rëndësishëm, shpresojmë që edhe për ata të konsiderohet i tillë. Konfirmoj që do të ketë një vëmendje të shtuar, do ketë porosi të shtuara tek punonësit e tyre për të evituar ato problematika që janë evituar deri tani. Jemi në ndjekje të këtij procesi, jemi duke administruar çdo kërkesë që vjen, çdo shqetësim që vjen. Do të shohim në fund se si do të ecim, por fakti që një numër kaq i madh zgjedhësish tashmë e kanë fletën e votimit është optimiste, të themi, për ne. Redazione Ministerios Plano di Scuola fa esperienze numeri që kanë kontaktuar dhe që kanë pasur në zartën e votimit, kur kanë marrë zyrat e dorës në telefon, në shkruan se ato nuk do ta mundësojnë kthimi nga pastërti në adresën e kasës, por do të shkojnë në zyrat e dorës që ta kthejnë në zartën. A jeni në dini ju për këto problematika që kanë pasur dhe si do procedojë personat e tyre? Po, jemi në djeni, na është bërë me dje qoftë edhe rasti konkreti juaj, po edhe nëpërmjet përfaqësuesve të partive politike,
kemi komunikuar me DL-n, ju kemi kërkuar atyre me kontraktorin tonë që t'ja bëjnë me dje degëve të tyre ku këto problematika janë evidentuar që kanë detyrimin që të shkojnë ta tërheqin tek banesa e votuesit. Në shumicën dërmuese të rasteve e kanë bërë, po ka dhe raste që nuk e kanë bërë. Ngelet për t'u parë pastaj në fund se sa është ky numër rastesh, çfarë impakti ka, çfarë efekti ka. Por qoftë edhe për arsye formale të transparencës, duhet ta konfirmoj që shumica dërmuese, dhe këto janë raste mjaft sporadike, procesi i dorëzimit është bërë në përputhje me ato parashikimet e me atë protokoll. Bëhen publike vërtet raste problematike, po qindra e mira raste kur procesi ka shkuar mirë, njerëzit nuk kanë interes votuesi që të bëjnë publike eksperiencat e tyre pozitive. Dhe ne akoma nuk dim, ose dim, sepse dim që është një numër limituar, por nuk dim të themi, nuk mund të themi që ky numër është shumë i madh. Shumë nuk do të thotë asgjë. Se në një mbledhje që i kemi bërë në të gjitha rasteve, të gjitha problematikave të raportuara nuk shkojnë më shumë se 100. Nëse dikush ka një numër më të madh se 100 rastesh problematike, le të na i bëjmë dije. Të gjitha llojit të problematikave po flas. Dhe 100 në 150.000 Kësa në meritë, zëtë Cilibashi, a mund në thoni se dhe në çfarë është puna që është të bërë komision që bërë zgjedhjeve në bashkëpunim me SPAK dhe përvojime përgjithshme për rastet për denocimet që mund të ardhur nga qytetarët apo nga çdo subjekt tjetër për numrin e tyre dhe nëse është marrë në një procedurë në hap nga ana juaj dhe zyrës posaçme komision që bërë zgjedhjeve për të bërë rastet. Po, jemi në komunikim të vazhdueshëm. Kemi patur shkëmbim informacioni për një çështje konkrete, ndërkohë në një komunikim të sotëm të ditës fundit, po ndoshta edhe SPAK mund t'ja bëjë me dije vetë, janë një numër procedimesh të cilat janë duke ndjekur SPAK, bazuar në kallëzime si të subjekteve zgjedhore, po ashtu edhe të qytetarëve të ndryshëm. Janë duke i jetuar, duke proceduar sipas parashikimet të kodit procedurës, se me siguri në momentin kur ka diçka për të ndarë me publikun, do ta ndajnë. Si në ekonomi dhe për televizion, komisionet do krejnë prap të problemet e shpërndarjes, sepse ajo që ju e quani po themi të izoluar, për ta pranuar që është një rast i izoluar, do të tregoni nga kuptoni që nuk është masive, ndërkohë që dëshmi publike janë shumë të shpeshta, jo vetëm partive ose administrative, por edhe përmes medias, se si nuk kërkohet lihet vetëdijimi, si u lihet e dera ose të kuptim postare, si u lihet komshinit apo familjarëve, si dhe kur rastet të posta nuk shkon po kërkohet që ta marrë në qendër postare. Pra së pari duhet kuptoj si e kuptoni një që nuk është masive, së dy duhet kuptoj a ka penalitetet e vlerëve në rastin që respekton kontratën, dhe së treti pse nuk është publike kontrata konsultuar dhe nëse sa kujdes të keni qenë nuk që kompania nuk është marrë para dhe prostituoja për administratorë dhe të ketë frikë të organizohet dhe atë që do të ndodhë. Matematika në ndihmon në këtë rast. Nëse ne themi 100 dhe unë nuk di më shumë se 100 raste, nëse kemi më shumë se 100 raste, ne nuk mund të dalim dhe të pyesim njerëzit. Unë jam duke folur për ato raste të cilat janë bërë prezent Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ose nëse edhe janë bërë publike. Të gjitha këto rastet, duke i numëruar, ne nuk na shkojnë më shumë se 100. Nëse dikush ka një shifër tjetër, do japi atë shifrën tjetër dhe do të vlerësojmë kjo shifër në raport me 154.770, si qëndron. 100 me 154.770 mund ta përkufizoj unë, po dikush tjetër ndryshe që janë raste të izoluara. Nëse janë në një numër tjetër, do të thotë që gjithë secili për nesh mund ta bëj këtë raport. Lista është e thjeshtë për ta kalkuluar problematikat në atë çfarë është sukses. Do të thonë 0.04%. 0.04%. 0.04%. Unë po jap shifrat. Por ju nuk jeni
për mirëqenie që ata votues të cilët nuk kanë shprehur pozitisht, automatikisht e kanë marrë konform kontratës. Pra, ju nuk mund ta merrni mirëqenie këtë dhe të merrni mirëqenie vetëm pas rastit të pamundje. Pse nuk do ta marr të mirëqen këtë? A kemi një provë në procedurë që kuptohet që është bërë sipas rregullave ligjore? Në momentin që apo nuk e keni, apo keni empirike? Jo, s'është empirike. Në momentin kur dikush nuk paraqet ankesë, pse duhet mendoj që ai ka një ankesë por nuk e ka paraqitur? Është logjike kjo. Unë administroj ankesat. Dikush nëse nuk është ankor do të thotë që është në rregull. Nuk e dim këtë nuk e dim. Mund të jetë edhe kështu, mundet që të 154 të kenë vuajtur që kanë marrë 154.000. Nuk e dim këtë, nuk e dim. Nëse duam të spekulojmë, mund të spekulojmë në çdo lloj mënyre. Fakt është që numri i problematikave të prezantuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve apo të bëra publike, në ajo çfarë ne kemi numëruar, nuk është më shumë se 100. Nëse dikush ka një shifër tjetër, ti mbledhi thotë gjë, komisioner, nuk janë 100, janë 200, janë 500, janë 1000. Unë këtë shifër kam. Nëse dikush ka një shifër tjetër, për sa i përket marrëdhënies kontraktuale, është një çështje që kur të vi momenti do diskutohet, ne nuk e kemi mbyllur procesin, është një marrëdhënie kontraktuale që vazhdon, ne nuk vendosim dot tash. Tani jemi duke shtyr pra sa kontrata, po edhe pak më shumë se na lejon kontrata, kompaninë që ta bëjë atë punë siç ka marrë përsipër për ta bërë. Dhe për këtë nuk kemi pikën e hezitimit, edhe pse do duhet ta themi që kemi të bëjmë me një ndër 2-3 operatorët më serioz në botë të shërbimit postar. Dhe nëse këta nuk do ta bëjnë siç do duhet bëjnë, kush tjetër do duhet ta bënte më mirë se këta. Do ta mbyllim në një pyetje konkrete, të paktën 3 raste publike nga ato që kemi parë në media dhe rrjetet sociale, rezulton të kërkuar zarfi A pa fletën e votimit brenda, që mund të kemi gabim njerëzor, të izoluar, por qoftë edhe këta 3 individ janë shprehur publikisht, a ka ndonjë mënyrë të korrigjohet kjo për të shpërfituar votimin? Mundet dhe as këtë nuk e mitigojmë dot, nuk e qasim dot në mënyrë që qoftë si problematik të jetë e pranueshme për gjitha palët. Mundet që edhe 100 kusur punonjës të KQZ-s të cilët u organizohen në këtë proces, dikush prej tyre të ketë gabuar. Mundet, nuk mund të them që jo, nuk ka mundësi që aty njerëzve duke të shkuar, votuesve duke të shkuar zarfi dhe janë duke gënjur ata. Mundet. Por është një çështje që kam frikë se nuk e vërtetojnë dot, sepse për dikush mund të jetë i besueshëm, për dikush tjetër mund mos jetë i besueshëm. Na është bërë me dije, edhe në mënyrë ndoshta jo dhe kështu shumë zyrtare, që në një rast një votues e ka bërë që të duket sikur nuk e ka fletën e votimit brenda zarfi. Tani, ne nuk shohim një zgjidhje të paktën për momentin, që sepse sa kohë kjo çështje nuk mund të vërtetohet në mënyrë shtëruese, është gabimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve apo është spekullim i ndonjë zgjedhësi, është pak e vështirë për të dhënë një zgjidhje. Normalisht dikush mund mendonte, mund t'i dërgojmë një fletë tjetër votimi, po sa të sigurt jemi ne që ky rast është i tillë për shkak të një gabimi të ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Edhe pse personalisht mendoj që mund mos kisha asnjë problem në një lloj mënyre, edhe se nëse do t'i dërgonin dhe një fletë votimi të dytë dhe të tretë, nuk ka se çfarë bën, sepse tek zarfi A dhe zarfi A që do futet dhe zarfi B do duhet të vendosi një fletë votimi dhe një zarf A. Nëse ka më shumë se një, a fletë votimi e tij është e pavlefshme. Fletën e dytë votimi nuk ka çfarë ta bëj, çfarë t'i bëj asaj, sepse edhe nëse do t'japi dikujt tjetër, ai tjetri nuk ka përse t'i duhet. Ajo fletë votimi është e dallueshme nga shumë element nga fleta e votimit brenda vendit.
për mua nuk ka ndonjë frikë edhe nëse do t'i dërgoj një fletë votimi e dytë, po sa kohë që nuk ka një kërkesë për këtë gjë dhe nuk ka një shtys tjetër. Eventuale nga televizioni Vinoshës, dhe që është mënyra e votimit të emigrantëve të diasporës tani më shpërndarjen e prezent. Për të shtuar bërë video virale duke votuar publikisht. A jeni në dy standarde në të pjesë, pra nëse ne bëjmë një votim publik në Shqipëri dhe publikojmë votën tonë, apo fotografojmë ne në Noel, ta marrim masën për taksë, ndërsa nëse bëjmë jashtë, çfarë masash? Pra, të referohen imigrantët që kanë një pasaportë të një shteti tjetër. Si mund të administrohet? Bëjmë me di edhe njerë publikisht që fotografimi votës dhe atë çfarë janë duke bërë ata që janë duke bërë atë në rrjetet sociale, në gjykimin dhe në vlerësimin tim janë duke kryer një vepër penale, po nuk jam unë autoriteti që vendos për këtë çështje. Unë e vlerësoj si një veprim i cili klasifikohet si vepër penale. Është ndaluar rreptësisht publikimi i votës, fotografimi dhe publikimi i votës. E bëjnë, është llogaria atyre që e bëjnë këtë. Edhe në këtë rast edhe në këtë problematik janë rastet sporadike, sepse nuk kam parë që shumica, paktën me aq sa unë e kam këtë informacion, shumica dërmuese e votuesve nuk e kanë bërë këtë akt apo këtë gjest. Nuk do duhet ta bëjnë. Nëse kjo thirrje dhe këshill rezonon tek veshët dhe mendja e tyre, mirë. Nëse jo, është çështja e tyre. Mendoj që edhe partitë politike të gjithë spektrit do duhet të angazhohen në një thirrje të tillë publike. Nuk duhet të inkurajojnë votuesit e tyre. Disa mund të jetë shumë e thjeshtë për ta që të fillojë një procedim penale, të kenë reperkusione negative për nuk ja vlen. Më shumë se kaq nuk di se çfarë të them. Edhe të këshilloj. Por me këtë rast në fakt do dua të them diçka që nuk litet drejt për drejti me pyetjen tuaj, por në përgjithësi me këtë proces. Nuk mund mos ta shpreh edhe personalisht kënaqësinë time dhe respektin e thellë për të gjitha të masë të madhe votuesish nga jashtë, të cilët edhe kur ka patur në një problematik janë treguar humble në këtë proces, e kanë adresuar ashtu sikurse do duhet të adresohet. Nuk kam asgjë dhe kundër atyre të cilët pa kontaktuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, atë problematikën e prezantojnë në rrjetet sociale. Nëse ke një problem, kontakto KQZ-n, kontakto median. Është pa sens për mendimin tim. Po gjithsesi nuk kam asnjë gjë kundra realisht. Po për ata të cilët janë përgjigjur ashtu sikurse do duhet i përgjigjen këtij procesi, kam mirënjohjen dhe falënderimin më të madh, janë shumica dërmuese. Sepse jemi duke paguar para, tonelata parash për këtë proces, edhe mendoj që do duhet ta respektojnë, domethënë sikurse besojnë ne si institucion e bëjmë këtë, po dhe ata se janë parat tuaja të mira që ne kemi vënë dispozicion për t'ia mundësuar kësaj kategorie votuesish që ta marrin fletën e votimit aty ku janë në banesë edhe. Mund ta komentoj dikush si të doj, por nuk ka problem. Zarteve elektorale dhe kthimit të një pjesë të tyre. Dhe në 11 maj mendoni që do jetë një masë e madhe e shqiptarëve që do ta kthejnë votën në Tiranë? Janë 62% që e kanë marrë, janë gati 9% që e kanë kthyer mbrapsht, shifrat janë inkurajuese. Ekziston mundësia që shumica dërmuese ta kthejë, edhe kur flas shumica dërmuese mbi 80-90% e votuese nga jashtë ta kthejnë fletën e votimit mbrapsht. Nuk do kishin harxuar kohë për të regjistruar në platformë, nëse nuk do të kishin interes për të votuar. Personalisht më duket një numër shumë i madh zgjedhësish, të cilët
janë regjistruar, kanë marrë fletën e votimit, është një ushtrim shumë i mirë i demokracisë dhe po ndodh për herë të parë, është eveniment historik në kuptim të votime pluraliste në Shqipëri dhe e kemi bërë në një kohë shumë të shkurtër, kështu që meriton të shënohet kjo gjë. Dhe jo për meritën tonë. Oliver Gavon që nga mësën në televizion, zërë se lita këtu. Ju shof. Po, ka ngritur dorën janë 7-8 herë, po është shumë... Në 26 mars, Parti Politike firmos në KQZ kodin e etikës, për një marrëveshje për kodin e etikës. Në fakt, kemi vënë re për gjatë gjithë nisjes pushatës, dhe deri tani, që gjitha këto pika janë shkretur. Pra kemi fjalë në një grupe, përdor rastin ana majorancë, për shkruar opozitës, edhe rasti i kryeministrit që sigurisht shkatroi një ndeshje në jashtë. A do merr masa, po do ketë rëndësi kodin e etikës, dhe do prapë në një besim partive. Më vjen keq ta pranoj ta them, po ne nuk bëjmë dot gjë për këtë gjë. Edhe ligjërisht nuk kemi ndonjë kompetencë për të bërë. Tash është çështje e sjelljes në përgjithësi të politikës. Nuk e di nëse jam në pozitën edhe institucionale dhe atë të moshës për të dhënë këshilla, por vlen, jo, institucionale ndoshta vlen të them këtë që mirë është që të ketë vetë përmbajtje nga të gjithë, veçanërisht nga leadershipi politik i gjitha krave, në adresimet që ata bëjnë në fushatën elektorale. Tani dikush e quan atë stilistik, dikush e quan ofendim, edhe se cili për nesh ka gjykime dhe opinionet e veta. Por shihet e mia, mirë është jetë ndryshe. Jeni ndarë dhe si pas gjimit. Zoti Shqibashi, në vetëm e dojnë pak si kene kolegës, Kristiana Pankofari, të tajnë pyeti lidhur me denoncimet që vinë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Por Komisioni Qendror të Zgjedhjeve i ka mekanizmat për të monitoruar zgjedhjet e kandidatëve në rrjetet sociale, dhe këtu i referohet në rasti konkret që ka të bëjë me Adriana Kalan, kandidatin e Partisë Demokratike, e cila publikisht në formën një giveaway ka ofruar ose një shpërblim financiar për ndjekësit e saj në rrjetet sociale në rast se do ta mbështesin në garën elektorale. Cili është qëndrimi juaj lidhur me këtë rast dhe përbën kjo një vepër korruptive? Nuk e kemi shqyrtuar ashtu sikurse do duhet të shqyrtohet proceduralisht, por mund ta them publikisht, ta këshilloj kandidatin që ta heqë atë postimin. Zoti komisioner, kuadër tjetër që janë dërguar, a ka mbetur ndonjë në zyrë postare, pasi nuk është përhequr nga zgjedhësi? Nuk e kuptova më? Kuadër praktike që në rast se zgjedhësi nuk e tërheq për atë tentativave, fleta postare që ndron në zyrën, fleta votimi që ndron në zyrën postare. Ka mbetur tjetër? Po ka, sepse ata do duhet, nëse nuk gaboj, deri në datën 4 maj, t'i mbajnë në zyrat e tyre. Dhe pas datës 4 maj, do duhet ta kthejnë mbrapsht në komisionin që... Jo, nuk e kemi. Nuk e kemi këtë shifër. Më parë komisionet me qësë dhe në Shqipëri dhe votojnë në diaspora dhe votojnë. Në shkret të Ministrisë së Brendshme ju informoheni se 150.000 e ca votues nuk kanë foto identifikuese. Nuk di që më thënë kjo e do të ju, rrezikojnë kë numër zgjedhjes të mos votojnë duke mos pasur fotografi identifikuese, si mund ta kuptojnë të shifër. Në listën e zgjedhësve janë të gjithë këta votues dhe është pak po sigurt që do të votojnë nëse do të paraqiten në qendrën e votimit. Nëse ishte kjo pyetja, nuk rrezikon të drejtën e tyre për të votuar. Sepse lidhet me identifikimin nëpërmjet pajisjes identifikuese elektronike të identifikimit. Do duhet të jenë këto të dhëna në
pajisjen elektronike të identifikimit. Jo, kanë, po mund mos jetë recente ajo fotografia. Po në listën e zgjedhësve është edhe mund të paraqitet në nxjerr dokumentin e identifikimit pas momentit kur është shpallur lista përfundimtare e zgjedhësve dhe mund të votoj. Faleminderit.